Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Ervin Demo ka deklaruar se institucioni që ai drejton ende nuk ka një qëndrim përfundimtar lidhur me fazën aktuale të reformës territoriale. Pas mbledhjes së qeverisë, ai theksoi se procesi po trajtohet në bashkëpunim me Komisionin e Posaçëm dhe se prioritet mbetet interesi i qytetarëve. E shoh rolin e ministrisë në një rol partneriteti me Komisionin. Kjo është një reformë që të dy palët duhet ta shtojmë përpara. Aq më shumë që Ministria më pas, cilido që jetë produkti i Komisionit, duhet ta implementojë atë në territor. Qasja jonë dhe ajo çfarë ne u munduam që të parashtronim para Komisionit ishin faktet që lidheshin me reformën e fundit, e cila ka filluar të implementohet 2015. Nuk ka një qëndrim nga Ministria për sa i përket formës që duhet marri reforma. Patjetër që Komisioni tashmë ka filluar punën. Ne ishim një nga dëgjesat e para, por Komisioni tashmë me intensitet do të zhvillojë dhe takime në territor, por dhe dëgjesa në Komision nga aktor dhe faktor të ndryshëm që kanë të bëjnë me pushtetin vendor. Ajo çfarë unë vazhdoj të nënvizoj për nga pikpamja e rëndësisë është fokusi që ne duhet kemi tek funksionet e bashkive, nuk duhet të bijem thjesht në ngërçin e më pak apo më shumë. Unë besoj që është një punë voluminoze e cila duhet bërë për analizën reale të kompetencave të bashkisë dhe si ato janë implementuar në territor dhe si është cilësia e shërbimeve në territor për qytetarët. Dhe patjetër më pas Komisioni gjatë gjithë i rrugtimi do të ketë, unë jam i bindur, do të ketë modele të ndryshme që do diskutohen, cilat ne mezi presim të trajtojmë me Komisionin, por patjetër me publikun e gjerë. Ai u ndal edhe tek paketa e maleve, ku tha se janë përfshirë edhe 4 bashki të tjera në zonat prioritare. Sipas ministrit, në ditët në vijim pritet që bashkitë të nisin miratimin e aplikimeve në kuadër të paketave zhvillimore. Bashkitë e para që kanë miratuar zonat prioritare, siç është Bashkia e Shkodrës, Bashkia e Shijakut, Bashkia e Skraparit apo Bashkia e Përmetit e tjerë me radhë, kuptohet që janë më të avancuara për shkak të kohës që ato kanë pasur. Dhe në fakt to janë ditët ku përfundon afati i shpalljes publike që bashkitë duhet bëjnë për secilin prej aplikantëve dhe më pas ato kalojnë për miratim në Këshillin Bashkiak. Kështu që unë besoj që në ditët që ne kemi përpara, ju do të shikoni që bashkitë ndryshme do të miratojnë me VKB, me vendimet e Këshillit Bashkiak, propozimet e para ose aplikimet e para që kanë pasur qytetarët. Por duhet kuptojmë që kjo do të ketë një efekt ortek, sepse afatet kohore janë të tilla që bashkitë do të ndjekën njëra tjetrës duke u referuar dhe momentit që zonat prioritare janë përcaktuar. Në njëjtën kohë ka bashki të cilat tashmë janë në proces për të zgjeruar zonat prioritare, pasi kanë konstatuar momentin që kanë filluar implementimin e paketës maleve në territor, ka pasur kërkesa dhe në zonat tjera të cilat nuk kanë qenë përfshirë tek këto zona prioritare dhe bashki do të vazhdojë me propozimet e reja për sa i përket miratimit të zonave shtesë prioritare edhe për bashkitë që kanë kaluar tashmë këtë proces. Gjatë deklaratës për mediat, ministri foli edhe për mbështetjen financiare prej 20 milion eurosh nga Emiratet e Bashkuara Arabe, e cila sipas tij do të përdoret për përmirësimin e infrastrukturës rurale dhe për përballimin e efekteve të ndryshimeve klimatike.